Përshëndetje, ashtu si që është tradit, do të vim këtë vit nga data 22 dhjetor me minikampin dimror. Minikampin dimror, i cili do të organizohet nga dita e hënë në ditën e premte, nga data 22 deri në datën 30 dhjetor. Do të jetë me 2 module. Moduli i parë me 2 vakte ushqim, dreka dhe zemra. Moduli i dytë me 3 vakte ushqim, mëngjesi, dreka dhe zemra. Për të gjithë ata që janë të regjistruar në ciklin qerde, kopsh, parashkollor, programin e studimit passhkollor, e përfitojnë minikampin dimror falas. Do të paguajnë vetëm çmimin e miniguidave. Për ata që janë të regjistruar në programin passhkollor, do të ketë zgjerim orari pa asnjë kosto shtesë. Ashtu siç e kemi lançuar dhe në verë, duke filluar në datën 22 dhe në datën 29 dhjetor do të kemi netet magjike në Time Center, ose siç njihet tashmë sleep over, do të organizojmë netet magjike në Time Center. Çfarë do të përfshi minikampi dimror? Minikampi dimror do të ketë lojra dhe aktivitete, përsëritje në lëndet e shkollës, miniguida dhe aktivitete ekstrakurrikulare, pikturë, dance, kompjuter e tjerë. Ndërsa për sa i takon neteve magjike në Time Center, të cilat do të organizohen në datën 22 dhe në datën 29 dhjetor, do të kemi party me kokoshka, do të kemi pijama party, do të kemi filma të cilat do të jenë me tematikën e festave të fundvitit dhe shumë surpriza të tjera. Shijo ditët magjike të pushimeve tek ëndra më e bukur Time Center, duke filluar nga data 22 dhjetor. Ju mirëpresim, jemi Time Center, jemi ëndra më e bukur. Mos harroni, na ndiqni live në kanalin ton zyrtar në YouTube. Like dhe subscribe. Ju mirëpresim.